Partia Demokratike solli sot fakte të reja që sipas saj implikojnë policinë e shtetit në rrjetin kriminal. Nëse lija e Partisë Demokratike Arben Ristani akuzoi drejtuesit e policisë së Durrësit për lidhje me biznesmenin Ilir Karçini, person ky i vënë në pranga me dyshimin se porositi vrasjen e një tjetër biznesmeni. Fakte të reja tronditse të bëra prezent sot në media, po e nxjerrin policinë e shtetit të implikuar në serialin e krimeve të rënda që kanë ndodhur kohët e fundit. Ndërsa duke ju referuar reagimit e Adrian Liçajt, të cilin Selia Blu e akuzon për lidhje me bandën e Zani Çaushit, Ristani tha se Partia Demokratike nuk pret përgjigje nga banditët, por nga shefat e tyre politik. Fakti që nuk reagon qeveria por banditi Zani Çaushit tregon se prorët e tij, Tahiri dhe Rama, janë bërë njësh me krimin dhe zëri i ushtarit Zanit është zëri i Tahirit dhe i Ramës. Pas akuzave të forta të artikuluara nga Selia Blu, reagoi Ministria e Brendshme, e cila përmes një deklarate thotë se rezultatet në luftën ndaj krimit kanë shkaktuar frikë pa kënaqësi, jo vetëm te kriminalët. Partia Demokratike ka zgjedhur të bëjë politik me krimin. Ne jemi të vendosur të luftojmë krimin. Politika e PD-s frymëzon krimin, ndërsa lufta jon po e zbraps për ditë krimin. Përpjekja e dëshpëruar e PD-s kundër policisë së shtetit është e destinuar të dështojë, njësoj siç po dështon kundër veprimi i krimit, ndaj aksionit energjik të vendosur të policisë, lexon deklarata e Ministrisë së Brendshme.